Mirëmbrëma, mirë se u rikthyet në ekranin e RTS Korçës në Pak nga të gjitha. Kënaqësi që rishihemi edhe sonte në këtë mbrëmje të shenjtes, kësaj here për të folur natyrisht për atë situatë zgjedhore e cila na ka mbërthyer në ditët e fundit. Tashmë Partia Socialiste ka konfirmuar mandatin e saj të 4 qeverisës dhe qarku i Korçës do të çojë në parlament 6 deputet nga Partia Socialiste dhe 4 nga Partia Demokratike. Cilët janë deputetët e rinj që do t'i bashkohen parlamentit shqiptar, cilat janë emrat e rinj, si shkuan në fakt zgjedhjet parlamentare, gjithë procesi, kultura në fakt që u tregua nga qytetarët, por jo vetëm, edhe gjatë fushatës zgjedhore, do t'jenë sot në fokus të analizës me 2 kolegë të tjerë, që kam kënaqësinë t'i prezantoj e që disa rikthehen, disa vijnë për herë të parë në këtë format televiziv. Leonard Dolli, gazetar, një analist në të njëjtën kohë dhe kënaqësi që e rikthejmë kësaj here në këtë format televiziv. Faleminderit që pranove ftesën. Kënaqësia gjithmonë e ime. Kryeredaktor dhe gazetar i njohur tashmë, Llazi Saro, rikthehet në Pak nga të gjitha. Mirëmbrëma Erjona. Për të folur sërish për zgjedhjet kësaj here në post zgjedhjet. Patjetër, ja vlen t'i bëjmë një rezume, një përmbledhje të gjithë procesit para zgjedhor dhe ati pas zgjedhor. Nardi, i ke ndjekur zgjedhjet, procesin besoj qysh nga hapat e para, që nga fushata e deri në votat e fundit që janë numëruar, votat e diasporës që ishte natyrisht një risi. Në përgjithësi, si u duk i gjithë procesi? I përfolur shumë me gjithë atë? Shiko, proceset zgjedhore në Shqipëri, për aq kohë sa ne kemi ndërtuar një sistem të gabuar, do të vijojnë të mbeten të përfolur. Herë me të drejtë dhe ndonjëherë edhe në forma dhe mënyra pak më të egzageruara, por për aq kohë sa ne kemi një sistem zgjedhor i cili drejtohet, menaxhohet dhe certifikohet nga vetë subjektet politike, sigurisht që ne do të kemi një proces përgjithsisht të zhurmshëm, në raste të veçanta agresiv, një proces i cili do të dominohet ose do tentohet nga dominohet gjithmonë nga ai që ka pushtetin, sepse për fat keq kultura e ndarjes së shtetit nga partia në Shqipëri nuk ka ardhur duke u përmirësuar, por ka ardhur duke u përkeqësuar, dhe në vitet e fundit, pas do të thoja asaj situatës totalisht absurde që ndodhi me partinë më të madhe të opozitës, Partinë Demokratike, duke filluar që nga viti 2017 e në vijim, pati gjithmonë edhe më shumë një zhbalancim të raporteve. Por, megjithatë, unë doja të thoja që procesi zgjedhor në kuptimin e teknikalitetit, pra fushata zgjedhore në tërën e vet, dita e votimit dhe pjesa pasaj e procesit numërimit, që vazhdon të jetë një tragjedi tjetër e zgjedhjeve shqiptare, vijuan brenda atij normalitetit, nëse mund ta quajmë, pa ato raste do të thoja shumë të rënda që janë shnuar në zgjedhje të tjera. Do të thoja që është një fat i madh që nuk patëm humbje jete. Incidentet e dhunshme ishin të izoluara dhe ajo që do të veçoja në përgjithësi, të paktën për qytetin e Korçës, që gjithmonë e kam shprehur dhe do të shpreh që është një qytet që reflekton një tjetër qasje në çdo moment dhe sidomos në procesin e zgjedhjeve, ishte fakti që në zonat, në vendet e ambientet e votimit, të paktën aty ku isha, po dhe maj sa komunikua me kolegët e tjera, po dhe u transmetua dhe u pasqyrua në media, për herë të parë, në historikun e zgjedhjeve, në ambientet e brendshme të qendrave të votimit, nuk u ndesha me militant të subjekteve respektive, të cilët krijonin jo vetëm kaos, por edhe atë pjesën padashje në dëshirën e mirë për të ndihmuar secili subjektin e vet, që krijonte një lloj intimidimi dhe zhurmë në ambientet e votimit. Sa rol ka luajtur SPAK-u në këtë moment, në këtë pjesë? Nuk besoj se kjo është çështje SPAK-u. Unë besoj që ky ka qenë vullnet i subjekteve politike, të cilët kanë menduar ose kanë vendosur këtë herë që ta shohin ose t'i qasen ndryshe qendrave, domethënë ose prezencës në ditën e votimit,
nuk besoj se lidhet me SPAK-un, se po t'ishte për SPAK-un nuk do të kishim patur raste të tjera, apo abuzime, apo përdorimin e administratës, tashmë të bëra publike edhe në raportin paraprak të OSB Odirit. Kështu që SPAK-u vërtet mund të ketë luajtur, po besoj që ka luajtur rol më tepër në ato pjesë tjera të një lloj implikimi, do të thoja, më të thellë të metastazës politikës me pjesën post-politike ose parapolitike ose paramilitare, do të përdoresh në një gjuhë tjetër. Unë besoj që në këtë aspekt ka patur një tkurje dhe një rudhje nga të gjithë palët, sepse askush nuk ka dashur që të ishte prezent aty, dhe duke patur parasysh që edhe denoncimet kanë qenë, SPAK-u ngriti forcat e veta, ose le të themi task forcat e veta pothuajse në të gjithë qendër prefekturat ose qarqet e Shqipërisë. Të gjitha këto në mënyrën e vet, por SPAK-u mos harrojmë që nuk është prezent tash në Lekas. Pra SPAK-u mund të jetë do të prezent ku dëgjon në një zonë, do të thoya, të thyer malore të Korçës, dhe Korça për fat të mirë apo të keq ka shumë zona të tilla. Pra nuk besoj, unë besoj që ka qenë një qasje e subjekteve politike. Nuk mund ta them arsyen e sigurt dhe të saktë pse, por dhe ata në një farë mënyre kanë tentuar të krijojnë të paktën një ditë të qetë votimi, sepse monitorimi nga OSB Odiri do të ishte si për pozitën, ashtu dhe për opozitën, dhe besoj që janë të kurur nga vullneti ose nga dëshira për të marrë dhe kostot të kësaj natyre. Por do të thoja që përtej kësaj klime që përshkrova, që është e sipërfaqshme, pjesa tjetër e underground para zgjedhor në Shqipëri duhet të jetë pjesë e një reflektimi dhe diskutimi shumë të gjerë, sepse në bindjen time, duke patur parasysh dhe eksperiencën e gjatë që kam pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, apo dhe angazhimit tim politik, apo dhe si gazetar që kam ndjekur në shumë raste zgjedhjet në terren, më lejoni të them që zgjedhjet në Shqipëri ose rezultati i zgjedhjeve në Shqipëri është mbyllur në ditën e premte. Në ditën e shtunë ka vetëm rakordim, do të thoya, të koordinatorëve të subjekteve politike në terren, dhe në ditën e shtunë mirëthash, dhe ditën e diel pritet vetëm faktimi i punës që ata kanë bërë në kutitë e votimit. Pra prej vitesh, duke filluar që nga reforma e thellë të paktën në sistemin zgjedhor, jo në formatin, por sistem si që u bën në vitin 2009, zgjedhjet nëpërmjet procedurave tepër të sofistikuara të kontrollit kanë një garanci në asaj takon zgjedhjes dhe pjesës së numërimit votave. Këtë më lejoni ta them që është një pjesë shumë e sofistikuar, mund të ketë tek tuk tendenca, dëshira, vullnetet tepërta, domethënë të militantëve që mund të jenë pjesë e grupeve të numërimit, por në totalin e vet nuk ka më deformime të votës siç mund ndodhte për shembull në zgjedhjet vendore të vitit 2007 apo më herët. Unë besoj se kjo nga pikpamja teknike dhe e sigurisë është e mbyllur. Më lejoni të them, kutitë e votimit janë të pacënueshme. Në momentin që mbyllet, materiali zgjedhor është i patjetërsueshëm. Ka kaq masa sigurie sa askush nuk mund ta ndryshojë dot. Nuk po flas vetëm për kodet e sigurisë, po flas për proces verbale që mbajnë, që i kanë gjitha subjektet politik. Pra, kur këto shkojnë pranë vendit të numërimit, sikur një prej tyre të mos korrespondoj, komprometon kutinë. Dhe deri më sot ne nuk kemi patur komprometim e kutish. Pra, kjo besoj që është, ndërsa edhe tek pjesa e numërimit, unë e theksoj, ka një lloj, në thonjza, një masakër në raport me subjektet vogël, me individ të vegjël ose me individ të caktuar etj, por në rast se kjo ndodh me vullnetin e 2 subjekteve apo 3 subjekteve të mëdha që menaxhojnë procesin zgjedhor, dhe ky është një diskutim tjetër pastaj. Sepse kjo ngre atë dilemën e madhe. Sa do të jenë në gjendje, domethënë, përfaqësuesit e subjekteve politike në garë, të ruajnë fjalën votat e mundësisë apo Shqipëria bëhet e tjera. Dhe ky është diskutim në radhë parë moral, pastaj dhe faktik. Pra ne nuk e dim ku mbaron militantizmi i brendshëm apo tifozliku i brendshëm i palëve në raport me sistemin. Kështu që për këtë arsye unë kam thënë që menaxhimi politik i zgjedhjeve edhe sot 35 vite mas rënies së sistemit komunist është tipari kryesor ose dëshmia kryesore e dështimit të plotë të klasës politike për të organizuar zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta.
bazi me gjithë dëshirën dhe pritshmëritë e larta që kishte shprehur në fakt hapur edhe në media drejtuesi politik i Partisë Socialiste Qarkut Korçës Peleshi për 7 mandate, në fakt qëndruam sërish në të njëjtat shifra. Shko, Eriona. Edhe këtë vit. Patjetër, të premtosh 7 mandate është në fakt unë do ta quaja një premtim paksa euforik ose një dëshirë e brendshme më shumë se sa një realitet që do të përputhej me procesin e votimit dhe me rezultatet që do dilin nga kutit e votimit. Të shkoje tek 7-3, 7 mandate Partia Socialiste dhe 3 Partia Demokratike, ishte shumë e vështirë për shkak të numrit të madh të diferencës së votave që duhet të arrije. I shkoj pranë, është tjetër diskutim, por që besoj se edhe vetë drejtuesi politik i Qarkut Korç, po edhe vetë strukturat e Partisë Socialiste në Qarkun e Korçës kanë qenë të bindur se më shumë se 6-4 nuk kishin mundësi reale të shkonin dot. Më pas dëshira është diçka tjetër. Por të jemi të vetëdijshëm në qoftë se do të ishte një situatë tjetër politike nga kampi opozitar, në kampin opozitar me një fushat pak më ndryshe, me një gjendje, sepse bashkohem me atë që tha edhe Zoti Olli që prej 2017-ës Partia Demokratike nuk është më me atë forcën e vetë që mund të hysje barabartë në zgjedhje me kundrejt Partisë Socialiste, rrezikonte më shumë një barazim mandatesh, një 5-5 në qoftë se do të kishim një opozit më të fortë dhe një opozit më të bashkuar. Por për krah kësaj opozite, për ballë kësaj opozite, Partia Socialiste nuk shkonte dot më shumë se 6-4. Të paktën ky është mendimi im dhe të paktën kështu referua dhe nga numërimi i fletëve të votimit duke shtuar edhe votat e diasporës, që në përqindjen më të madhe ishin diku në 63% në favor të Partisë Socialiste. Edhe me mbështetjen e votuesve nga diaspora, Partia Socialiste sërish nuk shkoi dot të kapte atë mandat të 7 që aq shumë u premtua në hapjen e fushatës nga Zoti Peleshi, por që e thash, ishte më shumë një dëshirë se sa një fakt real. Unë do të bëj një ndërhyrje teknike, që pse do të kishte qenë i vështirë numri 7. Duke patur parasysh dhe subjektet e tjera që ishin në lojë, sistemi zgjedhor që ne kemi, që është pjesë e përpjestimit me numrin e mandateve, do të krijonte më shumë, do të thoja, mundësinë për një rezultat 6 + 3 + 1, se në 7.3, sepse do duhej që Partia Socialiste të shkonte mbi 38.000 vota diferencë për të patur të garantuar 7-ën, dhe pastaj të shkonim në 2 + 1 në rastin tjetër më të keq. Pra është një diferencë shumë e madhe, por sigurisht është mirë kuptueshme në konceptin e situatave parazgjedhore që palët të shprehin maksimumin e asaj që mund të quhet, domethënë, fokusi i tyre ose numri i tyre i përcaktuar. Nerdi, dua ndalem pak edhe një moment tjetër, edhe nga ana teknike, po jo vetëm. Votimi elektronik, si mendoni, është sërish një, të themi, një pamundësi nga ana teknike, apo është edhe kjo një vullnet i përbashkët i vendosur i forcave politike? Unë besoj që është mungesë e plotë e vullnetit politik. Votimi dhe numërimi elektronik, i cili ajsa është kryer në Shqipëri, shoh që ka kosto shumë të larta, më lejoni të them që duke qenë pjesë integrale e angazhimeve në raport me përmirësimin e procesit zgjedhor, në vitin 2014 është kur janë bërë disa nga prezantimet e para të disa, të them shumë për kuriozitet të opinionit publik, pra sjell një makineri, mos gaboj, nga Korea e Jugut, ka qenë e ngjashme me bankomatin. Që kushtonte shumë pak, e cila lidhej me rjetin, dhe në momentin që ti votoje, pra shfaqeshe fleta e votimit në do të thoja në ekran për kandidati që doje, të gjitha me radhë, në të tëra këto raste, përveç se që bëje votimin, makineria lëshonte edhe një lloj vërtetimi se për kë është votuar. Dhe kjo shkonte në pjesën e poshtme makinerisë. Pra ti kishe një konfirmim elektronik dhe në të njëjtën kohë kishe edhe një konfirmim fizik.
Pra përbëndej po pa, le të themi, pa tjetërsuar ose pa dekonspiruar se kush është. Po. Pa dhënë të dhënat. Pa dhënë të dhënat. Dhe kjo ishte, do të thoja, një gjë shumë pozitive, sepse edhe nëse do të shkonim ke koncepti po tjetërsohet elektronikisht, pra po hakohet rezultati, fizikisht do të numëroheshin edhe këto fletët këtej. Ishin materialet fizike. Ishin materialet elemente fizike, sigurisht absolut për mua. Dhe për më tepër ishin të padëmtueshme me çfarë do lloj forme. Një lloj si makinat e bankë që bëjnë transportin e mjeteve financiare, edhe ajo lloj kutije ishte totalisht e pazgjesueshme. Pra dhe po themi dhe në rastin më të keq se dikush do të deshte ta shkatronte. Çka do të thotë që mundësitë teknike dhe sidomos në epokën ku jemi janë absolutisht. Një lloj siç funksionon për bukuri treguesi i gishtit në gjithë Shqipërinë. Apo i kartës. Dhe i kartës, e njëjta gjë, po flasëm thënë identifikimi elektronik. Nardi, më falë që ju ndërpres. Problemi është se dhe pajisja pej identifikimit të gishtave dhe të kartave të identitetit ka pasur vështirësi në momentin e nisjes së procesit të votimit. Të paktën nga sa kemi monitoruar në teren, pasi ishim një transmetim maraton RTS Korça në modelimin e Erionës, kemi parë që deri në orën 10, pra 3 orët e para të nisjes së procesit të votimit, ka pasur qendra të ndryshme votimi që kanë pasur problem në identifikimin elektronik të shenjave të gishtave apo të kartave të identitetit. Çka i është dashur ndërhyrja e asistentëve të IT-s për të rregulluar këto pasaktësi apo këto mos rakordime të sistemit dhe komisionerët kanë regjistruar manualisht të gjitha të dhënat e votuesve për të mos penguar procesin. Plotësisht dakord. Kështu që nuk është çudi që në Shqipëri dhe ato të mos funksionon. Jam plotësisht dakord, por le ta fillojmë atëre duke bërë avokatin e djallit. Sa përqind të mekanizmave të tillë në rang republike në 5225 qendra votimi nuk funksionuan? Okej. Është minorancë, është një numër i papërfillshëm. Kjo mund të ndodhë kudo. Pra edhe mungesa e funksionimit të votimit elektronik ose të aparaturës mund të jetë prezent në 10, 15, 20 qendra votimi në rang republike, por kjo nuk përbën një precedent ose një shifër të tillë për ta refuzuar, për të mos ta përfshirë, se do t'ja u shpjegoj në këndvështrimin tim pse ndodh kjo. Pra, dua të them që në të gjitha rastet, edhe nëse nuk ndodh gjatë gjithë ditës, ky aparat nuk futet, fillon procesi manual i votimit me verifikimin. Unë akoma kam shenjën e votimit në gisht. Pra, është lehtësisht e identifikueshme. Mund të bëhet, do më thënë, si thuash, me disa forma të tjera për të vërtetuar. Pra, të ketë edhe një formë tjetër, pra një plan B. Unë po ju them vetëm kaq. Vetëm votimi i diasporës ka kushtuar 10 milion euro këtë herë. Vetëm votimi i diasporës. Pra e kuptoni tani se sa mund të kushtonte një makineri ose të gjërat e tjera të natyre të cilët do të sillnin jo thjesht çështje besimi, por do të sillnin atë që është dhe arsye kryesore e mjegullaje që krijohet në procesin zgjedhor, daljen e rezultatit në orën 20 ose 21 të natës së zgjedhjeve. E para, e dyta, në bindjen time, pajisje të tilla do të largonin përfundimisht komisionerët partijak nga vendi i votimit. Do t'i linin jashtë në cilësinë e vëzhguesve, por kjo do të çlironte atë votuesin e lagjes, i cili kur shkon aty ndeshet me përfaqësues politik dhe sido që të jetë, ne e dim shumë mirë që shkon dhe njëri të shkel syrin do ma hedhësh mua, apo tjetri shkel syrin do ma hedhësh mua. Tek njerëzit që ata e din shumë mirë që janë të përvendosur, sepse pjesa e identifikimit të votuesit, më besoni nuk flas në këto zgjedhje ose një rast më parë, por në të dyja subjektet politike ka qenë punë e përditshme, konsiderohet dhe është normale, është në gjithë vendin e botës identifikimi i votuesit. Nuk flasim për patronazhimin që tashmë ka kaluar në një stad më lart, sepse patronazhimi nuk është identifikimi i votuesit. Patronazhimi është njohja e totale e problemeve të votuesit. Pra kemi të bëjmë me një sistem tjetër, shumë më të sofistikuar. Por ky është tjetër moment.
Ky është tjetër moment. Dhe ne po flasim për atë lirshmërinë që ka secili në atë moment në votimit. Kur mund ta marr atë vendimin edhe në momentin fundor. Mendoj se kjo që ju po thoni është më shumë çështje kulture se sa çështje mënyre e të votuarit. Më lejoni t'ju kundërshtoj. Sepse edhe në qoftë se ne vendosim votimin elektronik, e bëjmë në zgjedhjet e ardhshme votimin elektronik, nuk do të ketë komisioner, siç ju thatë, të forcave politike të njërës apo të tjetrës, por do jenë vëzhgues të cilët do të qëndrojnë jashtë dhe prapa të shkelin e syrit të asiguroj që ke për ta pasur, në qoftë se është qëllimi ai. Jo, sepse vëzhguesit e partive do të jenë në një pozicion të tillë që nuk kanë fare kontakt me votuesin. Ma besoni, janë të gjitha pozicionime që duken kështu si gjëra të thjeshta, por që janë shumë lehtë të realizueshme. E para dhe e dyta, ai vëzhguesi i partisë nuk do të ketë më të njëjtin ndjesi përgjegjësie si duke qenë antar i komisionit qendrës votimit. Pra do vi gjithçka duke u normalizuar çështjet që ju me drejtë ngrini, po çështjet e edukimit zgjedhor të shtetasve nuk vinë nëpërmjet vetë edukimit, vinë nëpërmjet sistemeve që ne ju ofrojmë. Pra kur ne ofrojmë dhe zbusim rolin e komisionerit, rolin e patronazhistit, rolin e numëruesit, e zbusim në raport me përgjegjësinë që ka ndaj subjektit vet politik, më besoni që të gjitha palët do shkarkohen nga ngarkesat emocionale apo detyrimet politike. Sepse janë të lidhura ngushtë, është shkak pasojë gjithçka. Për shembull, ata komisionerët që zihen aty në vendin e ata numëruesit që zihen në vendin e numërimit, ose skenat që krijohen, nuk vinë se ata duan të krijojnë skena, ma besoni në shumë raste ka urdhra politike për të bllokuar votimin, për të bllokuar numërimin. Po ju jap një shembull tjetër. Okej, në gjykimin tim nuk është tempi i bisedës tonë kjo, po është çështje kulture, sepse në Vor ishte votimi elektronik. Vora ishte një nga bashkitë që pati më shumë përplasje. Patin vendet e votimit. Pikërisht, por prandaj po them, është çështje kulture, nuk do ta kesh tek vendi votimit apo tek vendi numërimit, po ta kesh para se të shkosh ose jashtë kur del. Pra është më shumë çështje kulture e procesit të votimit, që vjen nga ajo që ju thatë me të drejtë. Kush e sjell kulturën? Vjen nga ajo që ju thatë me të drejtë, që imponohet nga forcat politike, imponohet nga sistemi. Imponohet nga sistemi. Në rast se ne nuk do kishim mekanizma për të frenuar hedhjen e mbeturinave në rrugë, mendon që njerëzit do vetë edukoheshin për të hedhur plerat aty? Jo, ka gjithë një masa shtrënguese, të cilat një pjesë opinionit i përzieth me publikut i përzieth me dëshirë, pjesa tjetër është e detyruar të përballet me ligjin. Dhe në rastin e zgjedhjeve dhe çdo gjë tjetër, është e njëjti parim. Askush nuk i paguan taksat në botë me vullnet. Është sistemi që detyron. Sigurisht. Prandaj them që nuk mundet t'ja lëm këtë barë gjithë një popullit, sepse nuk është populli që ndërton sistemin. Dhe me qënëse e sillin prapë të tezën, atëherë ndërtojmë dhe tezën tjetër, që nëse ne jemi ata që kemi të drejtën atë ditë, se thuhet që populli, pra votuesi është mbreti. Ju kuptova qartë, zot Jolli. Jo. Dhe të lutem, më kuptoni dhe mua, nuk e kam tek ndërgjegjësimi apo tek bindja e popullit apo ndërgjegjësimi i popullit për ta bërë këtë proces si duhet. E kam fjalën, duhet jetë edukata e subjekteve politike që të shmangin këto, jo edukata e popullit. Po subjektet politike ndjehen të gjithë fuqishme dhe të plot fuqishme. Për këtë arsye them që faji fillon aty, dhe faji fillon në sistem, se janë subjektet politike që e kanë miratuar këtë sistem. Ne nuk jemi pyetur. Pra, shiko, ka një problem të madh në Shqipëri, që është thelbësori si në rastin dhe bisedën që ne bëjmë, ashtu edhe për tërë situatën që ne kemi dhe sot në vitin 2025. Ne kemi një demokraci të deleguar, kështu quhet demokracia që kemi zgjedhur. Pra ne ja delegojmë përgjegjësinë përfaqësuesit ton politik. Nga ky moment në Shqipëri, për fat keq nuk pati demokraci të deleguar, por pati një demokraci të grabitur, sepse ai përgjegjësi subjekti politik nuk është konsultuar kur me mua për besimin që unë i kam dhënë. Pra sa herë që partitë politike kanë ndryshuar kodin zgjedhor, më thoni kur është biseduar me votuesit ose me konsultime publike jo. Ma thoni një rast. Konsultime publike. Më thoni ju sa referendume ka Shqipëria 35 vjet mbas rënies
Vetëm një. Më thoni sa e mundur është realizimi i një referendumi në Shqipëri? 0. Pra ky është problemi më madhor, që ne jemi të plotfuqishëm, thjesht për të vajtur dhe për të mbushur kutit, por për asgjë më shumë se kaq. Dhe ky është diskutimi që ne duhet të bëjmë për te i rastit të zgjedhjeve në vetvete. Ky është problemi më i madh. A do të kemi ne realisht, do të na jepet ne vullneti, apo do ta kemi gjithë një të uzurpuar? Se tash ne është uzurpuar. Nuk jemi pyetur as për ndryshimin e sistemit zgjedhor, nuk jemi pyetur as për ndryshimet apo ndryshimet e tjera kushtetuese, nuk pyeten asnjëherë shqiptarët për asgjë. Vendimi merret nga forcat politike, nga a priori, madje a priori. Politike. Mirë, ne do të flasim sërish sigurisht për zgjedhjet, do të mirëpres nëse do të jetë e mundur një lidhje Skype me sociologun Gzim Tushi. Unë e përmenda në fillim në fakt edhe minutat e para që natyrisht këto zgjedhje, ashtu sikurse e përmendëm, nuk kanë shënuar incidente të rënda. Natyrisht problematikat vogla ka pasur nga ana teknike në qendrat e votimit, por nuk kanë shënuar për fat të mirë dhe në qarkun e Korçës, ashtu sikurse edhe në qarqet e tjera incidente apo akoma më keq humbje jetësh njerëzore. Kështu që ne do të flasim pikërisht për këtë kulturë. A kemi këtë vit, a shënon në fakt, a shënon 11 maj një tjetër stat të qytetarisë së votuesve, por jo vetëm? Do të flasim me sociologun Gzim Tushi, që e mirëpresim në studio. Tani do të kemi në lidhje Skype sociologun Gzim Tushi nga Tirana, i cili gjithmonë pranon ftesën për të bashkuar në formatet tona televizive në ekranin e RTS Korçës. Duke e falenderuar, e mirëpres në studio, zoti Tushi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, Erionaj, dhe unë jam shumë i kënaqur kur lidhem me televizionin tuaj të nderuar dhe shumë autoritar. Faleminderit shumë. Në fakt ne jemi duke folur në këtë format televiziv në këtë puntat për situatën post-zgjedhore. Natyrisht tashmë është konfirmuar që Partia Socialiste ka rimar mandatin e 4, por ne duam ndalemi tek fryma në fakt që solli ky proces zgjedhor, duke patur parasysh standardet të cilat ne kërkojmë. A besojmë se këtë vit, profesor, kemi treguar një lloj qytetarie, jo vetëm ne si votues, por edhe kandidatët, edhe ata që janë angazhuar në gjithë të proces? Pa diskutim, unë çdo fushat zgjedhore gjithmonë është problematike në analizën dhe në gjykimin e rezultateve të saj, edhe sidomos lidhur me performancën demokratike të gjithë komponentëve të saj, siç janë përzgjedhja e kandidatëve, organizimi i fushatës, leadershipi i tyre, involvimi i njerëzve në fushat, demokratizimi i pjesëmarrjes. Të gjitha këto janë probleme. Megjithatë, në mënyrë sintetike mendoj që këto zgjedhje kanë qenë interesante së pari nga pikpamja e pjesëmarrjes. Në përgjithësi ka pasur një interesim të veçantë. Do e mos është bërë një tentativë për të ndryshuar bordet e atyre që do jenë në parlamentin e ardhshëm, sidomos nga Partia Socialiste do e mos, e cila pati një enumeracion të madh të njerëzve të rinj që involvuan në politikë, një pjesë prej tyre profesionistë të politikës, po një pjesë dhe nga klasa jo profesioniste të politikës, duke i dhënë një lloj diversiteti strukturës të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në fakt, jo për kështu krau tjetër, pjesa e Partisë Demokratike u tregua pak më konservatore, si thuash, për të bërë ndryshimet e duhura, për ta rifreskuar, sepse natyrisht në gjithmonë në këto betejat e reja nuk mund të hyhet vetëm me kuaj të vjetër, edhe duhen ndryshuar, duhen marrë dhe të tjerë që kanë energji më të reja. Unë ndje kjo gjë dhe me sa duket ishte edhe një nga arsyet e rezultatit. Për sa i përket mënyrës së organizimit të fushatës, ajo që mua më ka rënë në sy është një lloj amerikanizimi i fushatës zgjedhore tek ne. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në përgjithësi fushata u përqendrua në atraksionin e 2 liderëve kryesor dhe të disa të tjerëve të partive më minore, po sidoqoftë fjala është për të cilët e udhëhoqën fushatën vetë, duke marrë përsipër tërë barën e konfrontimit të përplasjes midis partive politike, por që një fushat shumë e personalizuar.
fakt ky amerikanizimi i fushatës nuk është shumë i përshtatshëm për ne europianët dhe unë e pëlqej më shumë atë që është fushat jo e personalizuar vetëm në leadership. Por unë mendoj që ka nevojë për një hapje, për një zgjerim, për të kuptuar më mirë edhe figurat e reja që hynë në këtë fushat. Ndërkaq që një defekt i njohur i vazhdueshëm i fushatave tona elektorale është përdorimi i gjuhës së drunjtë, një gjuhë të ashpër, një llav vulkani që ka rrjedhur edhe gjatë tyre, qoftë në mënyrë metaforike, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, konfrontimi verbal i fushatës ka qenë jashtëzakonisht i fortë. Dhe në përgjithësi, ky lloj neurotizmi që krijon politika ka një të mirë, se mobilizon militantët, pra i angazhon militantët respektiv për ta mbështetur forcën e partisë së tyre ku janë në strukturat përbërëse, po ka dhe anën tjetër që sjell një lloj neurotizmi social, një lloj skepticizmi që nganjëherë të duket sikur më shumë kemi një betejë verbale si qëllim në vetvete, e cila pastaj e rrëson ato elemente të rëndësishëm të programit, të strukturës programore, të elemente të ndryshimit, megjithë që këtë vit u bën më shumë përpjekje, sidomos opozita bëri më shumë përpjekje për të bërë oferta elektorale që kanë të bënin me taksat, me tatimet, me pensionet, me shëndetësinë, me arsimin e tjerë, dhe kjo është në natyrën e opozitës. Opozita që të bëhet mbushamendse duhet të ofrojë më shumë alternativa, ndërsa krahu i opozitës e zgjodhi kalin e betejës me integrimin evropian dhe me faktin që vetëm në drejtimin e tyre ne mund të arrijmë të integrohemi në Europë dhe të marrim në mënyrë signifikative dhe reale pasaportën evropiane, e cila është një aspirat e madhe, është një aspirat shumë e gjerë për popullin shqiptar. Profesor, dua të ndalim në dy momente. E para, në fushatat e kaluara dhe në proceset e kaluara zgjedhore, për fat të keq Shqipëria ka shënuar edhe incidente të rënda, madje edhe humbje jetësh njerëzore, gjë që këtë vit për fat të mirë nuk e identifikuam. Pavarësisht përplasjeve shpeshherë që kemi pasur, ndoshta edhe përplasje fizike mes personave që janë përfshirë në skuadrat e numërimit, po jo vetëm. Një pikë tjetër që ka qenë e diskutuar, sidomos në zonat veçanta, ka qenë votimi familjar. Ka pasur shumë pak raste minimaliste të tilla, të evidentuara edhe në media. Tregon kjo një standard tjetër, një kulturë tjetër për ne si votues? Pikoni, pa diskutim këto, kemi 35 vjet që besoj do t'ishte përmirësuar kultura demokratike, kultura elektorale, do t'ishte kuptuar më mirë që qytetari e ka të drejtë dhe detyrë të votoj, dhe të votoj në mënyrë nominale, sepse në fundit ai duhet shpreh vullnetin e tij të personalizuar dhe nuk duhet ta shpreh në grup. Kështu që unë mendoj që këto edhe sikurse edhe OSBE-u diri evidentoi, ishte një hap pozitiv në plotësimin e standardeve. Mos harroni një gjë që fushatat elektorale edhe në vende që kanë demokraci të kulluar dhe me standarde ndodhin ngjarje të tilla. Ani ktheuni 4 vjet përpara të kujtoni sulmin që bën amerikanët mbi Capitol Hillin për çështjet e votave, apo jo? Dhe imagjinoni, kemi në atë dhëun e demokracisë, në atë vendin ku incidentet në votime janë shumë të rralla, sepse qytetarët kanë një bindje në vetvete, e konsiderojnë vetë qytetar, kundërshtari nuk e trajtojnë si armik, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Të paktën ajo që ju evidentuat është që nuk pati konflikte dhe aq më pak konflagracione midis militantëve të ashpra, sigurisht, se përpara kemi pasur dhe humbje jete gjatë fushatave elektorale. Si vjetë këto u sfumuan. Do e mos, ka pasur nervozizëm, ka pasur raste të caktuara të shfaqjes së agresivitetit, aq më tepër që ky votim kishte edhe atë mekanizmin e ri që pjesa e listave të hapura ishte një garë nominale, ishte një garë individuale, dhe ajo do e mos do të sillte edhe tensione sikurse dhe solli. Madje për çudi ju e pat që kishte rivalitete dhe kishte konflikte edhe brenda strukturat të njëjtës parti në garën individuale midis tyre për të siguruar votat për të futur në parlament. Pra në këtë kontekst unë them që ne duhet
duhet ta vlerësojmë pozitivisht atë që ndodhi. Profesor, edhe një fakt tjetër do t'ju sjell meqense jemi në këtë pikë. Gati emocionuese edhe për ne që raportonim drejt për drejt në maratona të tilla, kur kolegët tanë flas për qarkun e Korçës, kur kolegja jon nga Kolonja na raportonte që pas përfundimit të numërimit të votave, të dy përfaqësuesit e dy subjekteve kryesore politike, Parti Socialiste e Parti Demokratike, i shtrëngonin dorën njëri tjetrit. Kjo sigurisht për ta mund të ishte diçka normale, por nuk ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara. Po kështu edhe për ne që e dëgjonin drejt për drejt ishte gati emocionuese. Pse? Kjo mund të jetë diçka, një normë qytetare krejt e zakonshme në vendet e tjera, por për ne fushatat në përgjithësi kanë qenë të ashpra. Shikoni, Korça është një republikë elektorale në mënyrë metaforike më vete dhe në përgjithësi në mënyrë të vazhdueshme, po të shikoni veprimet eksentrike apo arrivizmi elektoral, agresiviteti ka qenë gjithmonë më i zbutur në Korçë. Domethënë shumë rrallë kemi dëgjuar që në Korçë ose mbase nuk e kam unë të sigurt vëzhgimin, po në përgjithësi mendoj që pjesa e qytetarisë korçare është evidentuar edhe në fushatat elektorale. Dhe kjo është me të vërtet një vlerë shumë e madhe e atij qyteti dhe edhe partive politike, padyshim dhe partive politike që kanë ditur ta konsiderojnë fushatën si një teatër politik, në të cilin njerëzit përplasin ide, po nuk përplasin njerëzit. Se drejt që e mori këtë s'po kuptojmë akoma që ne në fushatat elektorale janë të qeta, janë normale, sepse në fundit përplasen programet, përplasen idet, performancat individuale, kualitetet e leadershipit të përkatës, edhe që qytetari merr vendimin për këtë do të votoj. Sidomos këtu, përveç pjesës militante, ku sikur se dihet, kjo dikotomia elektorale e njohur në Shqipëri që të majtët si luan topi nga e majta dhe të djathtat nuk i luan, dhe këta nuk i luan topi nga e djathta, bile her pas here votojnë në mënyrë të verbër, pa e parë se çfarë bën, pa i vlerësuar as programin, as leadershipin, as dështimet apo mungesën e performancës për të kërkuar pushtetin. Ndodhin edhe gjëra të tilla që krijojnë pastaj edhe problemet e tyre. Megjithatë më vjen mirë jo vetëm aty, po edhe dje pash që dy zonja të Partisë Socialiste në këtë rast, njëra fitoi, tjetra humbi, në përfundim i dhanë dorën njëra tjetrës. Mbase jo me shumë entuziazëm, sepse dihet që pikërisht të doja të ndalesha, profesor. Pikërisht është ende herët sepse në fakt formula e këtij viti tregoi që ose të paktën analistët përpara se sa procesi të ndodhte kishin parashikuar që brenda kandidatët që do të merrin pjesë në listën e hapur, brenda atyre rivaliteti natyrisht mund të sillte edhe problematika të kësaj natyre në thojza. Megjithatë nuk kemi parë kandidat të cilët të shprehen hapur, qoftë në rrjetet sociale apo para mediave publike ose jo, hatër mbetje, mund të ketë kërkesa të tyre për të riparë votat, po gjithsesi janë treguar të matur për t'i dhënë deri diku dorën njëri tjetrit, po kjo nuk ka ndodhur tek të gjithë, kështu që nuk ka ndodhur tek të gjithë. Mendon që kemi ende shumë punë edhe brenda kulturës vetjake të kandidatëve? Shikoni, unë gjatë kësaj periudhe kam bërë disa shkrime tek një nga gazetat kryesore në Shqipëri dhe jam marrë gjërësisht me analizën sociologjike të fushatës elektorale, edhe të kandidatëve që janë zgjedhur, të rolit që ata duhet të luajnë, performancës duhet të kenë, kulturës politike që duhet të zotërojnë. Ky është një problem. Ju po thoni që gjatë fushatës konkurenca dhe rivaliteti apo konfliktet nuk u ndjen. Megjithatë, fakti që kryeministri pardje lëshoi një status duke dashur ta frenojë këtë kërkesën e paradoksale që të fillojmë të rinumërojmë, të hapim atë, të hapim këtë, gjë që sipas tij dhe me shumë të drejtë do të thotë të vijë në dyshim gjithë procesin, një e para dhe e dyra staturën e atyre që u morën me numërimin e votave, ndershmërinë e tyre, gjë që nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë kështu me hamendje, me supozime, me dyshime. Ore, humbja është e hidhur.
Po në fund të fundit kështu është kjo, ka fitimtar, ka dhe humbës. Tu është problemi që dua unë të them që kam shumë qejf ta theksoj me televizionin tuaj, fitimtarët nuk duhet bëjnë karshillëk. Do me thënë, ne duhet largohemi nga ideja që ai që fiton i merr të gjitha dhe ai që humbet të gjitha, humbet gjithçka. Jo. Në demokraci të dyja janë në fundit jeta demokratike është dikotomike dhe i ka dy bërthamat kryesore. Ka pozitën, ka dhe opozitën. Të dyja kanë role kushtetuese, të dyja kanë role të rëndësishme në ekuilibrin e demokracisë, kështu që mendoj që kjo ideja që për ta amplifikuar humbjen, apo siç kanë filluar tani që domethënë do t'i njohim zgjedhjet, kjo është e njohur. Kështu është e njohur, kështu ide që po fitova unë, zgjedhjet nuk janë të rregullta. Po fitova unë, zgjedhjet janë të rregullta. E kuptoj. Po kështu kjo nuk është e drejtë dhe dëshmon. Secili është fitues në garën e vet. Ashtu është, edhe dëshmon për që akoma klasa politike shqiptare akoma është me mentalitet të vjetër. Profesor, faleminderit shumë për mendimet që ndave me ne. E vlerësoj shumë ndërhyrjen në këtë format televiziv dhe mendimet tuaja me vlerë, ashtu siç i jepni gjithmonë, ishte me ne. Faleminderit. Të urojmë punë të mbarë. Faleminderit juve, punë të mbarë dhe sukseset televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Ishte me ne në lidhje të drejtë për drejtë sociologu Gëzim Tushi. Ne do të vjojmë bisedën në studio me të ftuarit tanë. Do ndalem pak tani tek deputetët e rinj që i bashkohen në fakt Parlamentit Shqiptar nga qarku i Korçës. Disa të njohur, disa emra jo dhe aq, gjithsesi të lakuar. Besa Spau është vetëm për pak kohë si nën kryetare e Bashkisë së Korçës, është drejtuar këtij institucioni të rëndësishëm të pushtetit lokal, e më pas është parë në një fushat zgjedhore, emri i saj i listuar për krah edhe emrave të tjerë në listat e hapura, sepse ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit kemi pasur edhe diskutimin e madh të emrave të futur në listat e mbyllura dhe listat e hapura, edhe kjo një terminologji e re edhe për votuesit. Në listat e hapura u pa pastaj se si do të funksiononin, në fakt i ke edhe vetë votuesit e kanë kuptuar më vonë se çfarë ndodh me kandidatët e listës së hapur, një garë e vërtet që në fakt luftohej në thonjza për të fituar vota personale, por jo vetëm. Në këtë rast, vota personale ju deleguan edhe subjekti politik. Besa Spau ka mundur në fakt të fitoj një numër të konsiderueshëm votash, që do t'i njohim në fakt edhe nëpërmjet një inserti, dhe ka mundur që të lër jashtë edhe emra të njohur, siç është Arjan Jaullari. Arjan Jaullari doli jashtë për shkak të kodit qytetar. E përcakton kodi që 1/3 e Kuotës zinore. Sigurisht duhet të jenë femra, 1/3 që tashmë janë përcaktuar pra kuota gjinore në kodin zgjedhor. Dhe për fat të keq Arjan Jaullari u penalizua pikërisht nga kjo, humbi humbi garën me dy deputetët e rinj të ardhshëm, që ishin Ilian Pendavini dhe Bledi Çoman, në kryetari Bashkisë së Pogradecit. U renditi treti, por për fat të keq nuk ja doli dot. Ndërkohë që Besa Spau ka qenë nuk do të quaja surprizë, sepse ka qenë edhe drejtore rajonale e zyrës së kadastrës në Korçë, ka qenë kryetare bashkie për një vit e gjysmë në mos gaboj, apo 2 vjet, dhe ishte një emër që Partia Socialiste besonte shumë se do të kishte mbështetje të madhe në qarkun e Korçës, kryesisht në bashkinë e Korçës, në njësitë administrative, por ajo që më surprizoi është mbështetja që Besa Spau kishte marrë edhe nga diaspora. Pra, ka qenë një garë me Eni Zaken për vendin e tretë nga 6 mandatet e Partisë Socialiste, por që arriti të mbajë atë kryesi, madje duke thelluar edhe me disa vota tjera. Se nuk ndodhi kjo në vitin 2017 dhe 2021? Në fakt, Besa Spau ka qenë pjesë e listës së deputetëve edhe në këto zgjedhje. Atëherë, do të filloja diskutimin nga një moment që dhe ju me të drejtë e prekët, pjesa e mos informimit të publikut, se çdo thot listë hapur, listë mbyllur, por edhe me një fenomen shumë më negativ që u shfaq në këto zgjedhje se në vitin 2021, që edhe atëherë kishim një listë të sigurt, por kishim hersin. Pra nëse një nga deputetët i cili ishte në një renditje çfarë do,
merrte numrin e barazvlefshëm me prodhimin e një mandati në atë qark, ai skualifikonte edhe një që mund të ishte pjesë e listës së sigurt. Kjo gjë për fat keq u hoq. Dhe kjo e dobësoi garën reale midis subjekteve politike dhe garantimi i listës hermetike të mbyllur solli këtë garën shumë të ashpër në thonjza të brendshme, sepse këtu mjafton të kishe dhe i vot më shumë për të qenë ai që do të shkonte si deputet në parlament në pjesën e vendeve të lira që krijoheshin nga numri total i votave që merrnin subjektet politike. Kjo nga ana tjetër sjell një diskutim sërish shumë madhor në raport me proceset zgjedhore në Shqipëri, në raport me përfaqësimin, ajo që ndryshe unë gjithnjë e kam quajtur identikiti i deputetit. Çfarë është një deputet? Dhe kush duhet të jetë deputet? Se ka disa kritere. Ashtu si ku ne themi që profesor, doktor ose dekani fakultetit nuk mund të jetë kushdo, duhet krejt edhe puna e deputetit, pavarësisht se mund mos ketë to grada shkencore, ka një rrugtim të caktuar për që në deputeti një subjekti politik, e para. E dyta, ka një përfaqësim, ka një përzgjedhje dhe të karakterit profesional, sepse në fundit, ne kemi bërë se, si çdo gjë në Shqipëri që e kemi relativizuar deri në absolutën e vet, në fundit, çdo kush që do të jetë aty, do të jetë përgjegjës për fatet tona. Sepse janë ata 140 veta që ngrejnë kartonat për fatet tona. Duke filluar që nga një ligj për pronën, duke filluar që nga një ligj për biznesin, duke filluar që nga taksat e gjitha me radhë. Pra, a jemi dhe ne vetë të vetëdijshëm se çfarë po bëjmë kur zgjedhim një për ta çuar në parlament, apo e kemi kthyer në sport popullor të çojmë këtë shokun ton? Se ka një problem të madh. Kësa në takon ne, por pjesa, sigurisht kjo është pjesa e neve të papyeturve, të përhershëm, ata që përcaktojnë rregullat e lojës, e dinë se këtë duan të kenë aty në parlament, dhe për çfarë duan të kenë në parlament? Se mua më rezulton që në vitet e fundit sa po vjen dhe po relativizohet. Dhe unë prandaj e ngrita shqetësimin e madh, dhe jo në emrat e përveçëm, se emrat e përveçëm mund të jenë të rastishëm. Unë personalisht e njoh në rrethana krejtësisht personale zonjës Paho, siç mund të njoh edhe tjetër, qoftë si Korçar, por pjesa është që unë nuk mund të them dot tani, sepse nuk e njoh rrugtimin politik të tyre brenda Partisë Socialiste apo rrugtimin e tjerëve brenda Partisë Demokratike, të cilët kam pa diskutim një njohje shumë më të thellë, se gjithë problemi qëndron që kjo është çështje meritokracie dhe thash identikiti. Se kur çojmë dikë, ai duhet të jetë paktën mund të jetë dhe mësues, edhe profesor, se nuk ka lidhje me këtë, por duhet të ketë disa, le themi, qasje të caktuara në raport me atë që ndryshe quhet se ne prandaj themi ligjvënës aty. Parlamenti në Shqipëri është institucioni më i lartë, sepse ne jemi republikë parlamentare, de jure, se de facto jemi republikë kryeministrore, por de jure jemi republikë parlamentare. Tani problemi qëndron, këta njerëz që ne i shpijem pasaj me përzgjedhjen tonë, siç është rasti i listave të hapura, se këtu pasaj hyjmë ne në lojë qytetari. Pra dhe ne vetë sa jemi të ndërgjegjshëm në raport me aktin ose delegimin e votës si po bëjmë. Sa ty nuk është çështja se është vajzë e mirë apo është djalë i mirë. Ne na duhen njerëz të zot, ne na duhen njerëz të përgjegjshëm, ne na duhen njerëz që të mos jenë ushtar të kryetarit. Mirë po sistemi zgjedhor, ju ta mbaroj, sistemi zgjedhor të bën ushtar të kryetarit, se ti aty pjesë e përzgjedhjes dhe vullnetit absolut kryetarit partisë, jo e meritokracisë dhe forumeve. Dhe prandaj këtu ne jemi në një kaos total. Ndjekim insertin për Besas Pahon dhe rikthehemi sërish. Besas Paho, ish nën kryetare Bashkisë Korçë dhe antare e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, ka përfunduar studimet për inxhinieri ndërtimi në Universitetin Politeknik të Tiranës. Me një eksperiencë të gjatë në fushën e administratës, Besas Paho ka qenë drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Kadastrës në Tiranë e më pas në atë të Korçës. Besas Paho, vajza ish kryetarit të Partisë Socialiste në Korçë Gëzim Spaho, nuk e ka fshehur ambicien e saj për të siguruar një vend në Parlamentin shqiptar.
ka kandiduar për deputete edhe në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 dhe 2021, por vetëm këtë vit siguroi mandatin e saj si deputete. Për shkak të zbatimit të kuotave gjinore të përcaktuara në kodin zgjedhor, SPAHO la jashtë parlamentit Arjan Jauplarin, që siguroi 7.430 vota kundrejt 6.691 vota që mori Besa SPAHO në listën e hapur të kandidatëve për deputet në qarkun Korç. Mirë, jemi rikthyer në studio. Pra, Besa SPAHO duket që nuk është dhe një surprizë shumë e madhe, sepse ka pasur një lloj aktivitetit themi politik, por nga ana tjetër është rritur në një familje me një frym të tillë, babai i saj pra prej shumë vitesh, Gzim SPAHO, ish kryetari i Partisë Socialiste, kështu që duket që edhe pritshmëritë në fakt vetë strukturave politike të Partisë Socialiste ishin të larta për sa i përket numrit konsiderueshëm që Besa ka arritur të marrë. Ndërkohë Ilir Kondavinji nuk është ka shumë faktorë. Për shembull varet nga aktivizmi politik i saj në raport me strukturat politike, që është shumë i rëndësishëm në gjykimin tim. Pra nëse ajo ka qenë pjesë e strukturave të partisë politike të Partisë Socialiste në Korçë dhe ka patur dhe ka mbuluar zona të caktuara, të cilat i ka mbuluar në vijimsi, në shtrirje kohore, këto të krijojnë një raport dhe një kontakt brenda forcës tënde politike. Dhe prandaj them, por kjo përzgjedhje vjen si përzgjedhje e brendshme, nuk vjen si përzgjedhje e përgjithshme. Ndërkohë që qytetarët duhet kenë, ose le të themi deputetët ose kandidatët për deputet, duhet përballen me një përzgjedhje më të gjerë se brenda vetes tyre. Brenda kampit tyre. Kjo do të garantonte një suport më të madh, por dhe një përfaqësim më të gjerë. Pra shtrirja e përfaqësimit do të ishte më e madhe. Prandaj për shembull ne themi që majoritari ose proporcionali kombëtar do të ishte një qasje, sepse në proporcional kombëtar e kemi listën e hapur komplet. Është një qasje më e drejt për drejt, ose qasja më e për drejt e mundur, pa ju ndërprer, ose në raport me rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve, jo thjesht të individit, një proporcional rajonal me një korektim shumë të fortë kombëtar, do të ishte një zgjidhje edhe më e mirë. Besa SPAHO ka arritur jo vetëm Arjan Jauplarin për shkak edhe të kuotës gjinore, por në një luftë deri diku votash edhe me Enizaken, deri në një moment kur është shkëputur ish deputetja e cila pretendonte të merrte një mandat të dytë. Pse mendoni qytetarët kanë bërë zgjedhje? Kanë dashur një përfaqësim të ri në parlamentin shqiptar, si e mendon Llazi? Nuk mund ta thuash atë, Elona, kanë dashur një përfaqësim të ri në parlamentin shqiptar, apo kanë besuar më shumë tek Besa dhe më pak tek Eni. Eriona, zakonisht në një garë të tillë që bëhet brenda një partie të caktuar, ka të bëjë edhe orientimi i votës tek antarët e një partie, nuk e di nëse zoti Olli bashkohet në mendimin tim, orientimi i votës drejt individëve të caktuar. Kam përshtypjen se Besa SPAHO ka pasur më shumë ose ka dhënë më shumë idenë që është e zgjedhura nga zonjat për të qenë pjesë e parlamentit për legjislacionin e ardhshëm. Kështu që dhe votuesit besnik të Partisë Socialiste i kanë besuar më shumë asaj se sa deputete së mandatit të kaluar e Enizakes. Do të ndalim në një emër tjetër që nuk është se ka një rrugëtim të gjatë politik, të paktën emri i saj është lakuar në 2 vite më parë kur është bërë pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale, ka qenë aktive, zonja Venjola Rota, aktualisht drejtore e Drejtorisë Rajonale të Arsimit për qarkun e Korçës, ka mundur të siguroj 4.941 vota dhe nga diaspora jo pak 686 vota. Është një surprizë kjo për publikun edhe për Partinë Socialiste? Atëherë vazhdoj, do të thonë jam plotësisht dakord me atë që tha zoti Saro ose kolegu Llazi, se ndonjëherë ti lëndë këto tituj se i krijojmë domethënë ndonjëherë kështu si distancë të panevojshme, ne jemi dhe miq edhe koleg bashk. Ka një problem që unë e theksova edhe në fillim. Është forma e ndërtimit të sistemit i cili nuk na jep të drejtën të kemi gjykime sa më afër objektive të mundshme. Pse e them këtë?
mundet që kjo zonjë të jetë edhe më mirë se të tjerat në aspektin e përfaqësimit. Mund të jetë një eksperte shumë e mirë e ligjit të arsimit e tjera. Por gjithçka lidhet me atë pjesën e rrugtimit dhe kohës së përfshirjes në fushat. Është ajo që thash identikiti. Pra, në bindjen time, qoftë një kandidat për kryetar bashkie, qoftë për deputet, duhet që të bëhet pjesë integrale e jetës publike dhe problematikave të komuniteteve kohë përpara se të përballen me garën. Zoti Olli, mendoni që për shkak të pozicionit që zonja Rota mban, ndoshta brenda strukturave politike është bërë një përllogaritje matematikore që mund të ketë pasur mbështetjen e target grupit për cilin ajo punon, pra flas për armatën e madhe të mësuesve? Po jo, nuk do ta thoja dot një gjë të kësaj natyre, sepse pastaj do duhet të bëjmë dhe spekulime të tjera. Pra pastaj duhet të kalojmë në aspekte të pozicioneve politike, të pritshmërive për të bërë llogaritje elektorale. Unë mendoj se po të kishte qenë kështu ajo zonja do duhet kishte fituar. Unë domethënë e njoh dhe kam respekt pa diskutim në aspektin individual dhe personal, por i mbetem më shumë pjesës që tha me shumë të drejtë dhe Llazi, që është çështja e lidhjes me strukturat, sepse ky është problemi, votohet nga një votues i Partisë Socialiste. Pra, nuk do të votohet nëse një arsimtar, një mësues, mund votoj Partinë Demokratike dhe mund të ketë respekt për zonjën, nuk e voton dot individualisht. Sepse është votues besnik asaj force. Sepse do të votoj, domethënë PD-n, dhe nëse do të votonte zonjën do të çonte dëm. Nëse do të votonte partinë këtej dhe zonjën ande prapë do ta çonte dëm fletën. Prandaj po them që sistemi ynë zgjedhor të fut në një kurth midis vlerësimit që ke për individin dhe bindjen e vepër ndaj partisë. Pra, dhe kjo ndonjëherë krijon atë dyzimin. Dhe prandaj në rastisje në njerëz që kanë patur një profil më politik ka qenë më e thjeshtë dhe në njerëz që nuk e kanë patur profilin shumë të lartë politik brenda strukturave të mos kenë patur mundësinë të krejnë këtë që nuk e njohin njerëzit. Dhe prandaj unë ngres si shqetësim madhor, sepse një njeri duhet të jetë aktiv. Pra për shembull unë kam thënë që ka patur kandidat për kryetar bashkie, jo thjesht në Korçë, por edhe kudo, të cilët nuk kanë një shkrim në gazetë, nuk kanë një opinion më publik, nuk kanë një pjesë e një studie publike për të folur për një problem të caktuar të qytetit, të komunitetit, të përgjithshme në rang republike, s'ka rëndësi. Pra, të gjitha këto nuk i bën këta njerëz më të qinj, i bën të panjohur, i bën të paangazhuar. Ne nuk e njohim se kush është profili i tij politik, komunikues, kush janë opinionet, mendimet e tij. Dhe këto janë të gjitha probleme që partitë politike në Shqipëri me dashje po janë shkalojnë dita ditës, sepse duan të sillin sa më shumë njerëz, do të thoja të paaftë në kuptimin publik të mosnjohjes, të cilët mos të binden verbët e vullnetit. Janë më të menaxhueshëm, ndërsa një njeri i cili e ka arritur, domethënë, unë shpeshherë përdor atë termin i vetbër. Pra një njeri që është vetbër, që ka dalë, ka arritur të shkëlqejë, të çajë, nuk mund të dorëzohet vullnetit të titullarit ose të liderit. E njëjta gjë ndoshta mund të jetë edhe për flasim, e njëjta gjë ndoshta mund të jetë edhe për një deputet të ri në Parlamentin Shqiptar, përfaqësuesi i qarkut të Korçës, edhe ai duket që ka trashëguar nga familja e tij pa diskutim frymën demokratike. Artur Kreka ishte një pa diskutim i emër dhe i mbështetës i fortë i Partisë Demokratike, duket se Fidel Kreka, djali i tij, do të jetë përfaqësues i qytetarëve, por jo vetëm në Parlamentin Shqiptar. Do të flasim vllazi pak momentin vonë, ndiqim insertin dhe kthehemi përsëri. Fidel Kreka! Djali i një prej anëtarëve të hershëm të degës së Partisë Demokratike në Korçë, Artur Krekës, Fideli e quajti rrugëtimin drejt parlamentit amanetin e babait të tij. Fidel Kreka ka përfunduar studimet për menaxhim biznesi dhe është anëtar i kryesisë së Partisë Demokratike. Kandidat për deputet në listën e hapur në Korçë, Kreka siguroi mandatin e tij me 6523 vota, duke sfiduar brenda partisë ish deputetët Andrea Mano dhe Edmond Spaho. Kreka e përforcoi pozicionin e tij si deputet i ri në Parlamentin Shqiptar edhe me 486 votat e siguruara nga diaspora.
është Fidel Kreka, në të njëjtën kohë duhet të thoj që është edhe antar i Këshillit Bashkiak në Korçë, ka mundur të sigurojë 6523 vota. Shko, Eriona, unë doja të ndalesha pak më parë këtu, por na shkoj fiks me insertin që ju sapo transmetuat e në ndoqëm. Ishte ajo që tha Nardi, që gjithçka, lista këtu përcaktohet nga kryetarët e partive, apo nga kryetarët e degëve, për ta bërë pak më, ta çoj pak më në bazë, por realisht nuk funksion kështu. Është kryetari i partisë ai që vendos listat. Sepse u trumpetua shumë Platforma Shqipëria që duam dhe primaret e Partisë Demokratike. Askush nuk e dëgjoi zërin e votuesve apo të përkrahasve të njërës forcë apo të forcës tjetër. Në qarkun e Korçës, nga platforma deputeti që duam, ishte vetëm një në listë, i cili nuk arriti dot të marrë një numër të konsiderueshëm votash, pavarësisht se ishte futur nga mbështetësit e Partisë Socialiste. Ndërkohë që në krahun tjetër, tek primaret, nëse do të flisnim për listën e parë që vendosi Partia Demokratike ta bëj publike, listën e parë zyrtare, nëse nuk do të kishim 2 kandidatë që ishin tërhequr nga gara, Fidel Kreka nuk do të ishte në listë, sepse nuk figuronte në ajo listë. Pavarësisht se kishte dalë ndër të parët në primaret e zhvilluara në qarkun e Korçës. Kështu që nuk dëgjohet shumë zëri i mbështetësve apo i votuesve. Dëgjohet vetëm fjala e kryetarit. Pikërisht atë që tha dhe zoti Olli më përpara. Janë lista të përcaktuara nga kryetari dhe nuk merret për bazë se çfarë kërkon baza, strukturat e partisë, të njërës apo të tjetrës. Si ka mundësi zoti Olli që emrat njohur të Partisë Demokratike si Edmond Spau dhe Andrea Mano nuk mundën dot të sigurojnë në këto zgjedhje një numër caktuar për të riçuar në parlament, të themi? Gati-gati i ka sfiduar zoti Kreka. Jo gati-gati, ata janë sfiduar, nuk këtu s'ka për gati-gati, është një fakt konkret. Unë mendoj që ka patur disa probleme ose ka disa arsye. Arsye e parë dhe kryesore në bindjen time është konsumi. Pra, zoti Spau ka më shumë se 5 të paktën mandate. Dhe madje pas humbjes i ka dhënë fund karrierës së tij politike. 5 legjislatura. Çka do të thotë që sido që të jetë, edhe në raport me votuesit e vet, edhe në raport me situatën e brendshme në Partinë Demokratike, ka një lloj bjerje. Ka një lloj tkurje të besimit ose le të themi edhe të çështje se ndonjëherë tani këtu janë edhe disa çështje biologjike. Pra njerëzit vinë në një farë moshe dhe edhe vetë duhet ta kuptojnë kur është momenti, është si të pretendojnë. I tërheqjes nga politika. Po jo nga politika, se shiko, ne të qenë deputet nuk është tërheqje nga politika. Është tërheqje nga një pozicion i caktuar. Mund të jesh përsëri pjesë integrale e jetës politike, jo gjithmonë se politikan nuk të bën të qenë deputet ose jo. Ajo është një arsye ose një format ose një grad për të qenë politik, por ti mund të jesh politikan shumë më i mirë edhe pse s'ke qenë kurrë në parlament. Kemi 10 raste të tilla. Dhe do të thoja që kjo ishte e para dhe kryesorja. E dyta, varet se janë dhe zonat në të cilat janë caktuar të punojnë. Për fat mirë, Fidel Kreka ka 2 momente pozitive në raport me gjithë tjerë. Dhe njëjta gjë është edhe për zotin Mano. Më thënë, janë njerëz të cilët janë ballafaquar me strukturat e tyre, por dhe me qytetarët e Korçës, duke filluar nga kandidimi i zotit Mano që në vitin 2011 për Bashkinë Korçë dhe në vijimësi. Dhe Fideli ofron 2 momente të ndryshme në raport me bashkëgaruesit e tjerë. E para, nuk ka asnjë konsum politik në raport me qytetin ose me strukturat. E dyta, ka një kontribut të përhershëm në zgjedhjet të Partinë Demokratike, sipas mundësive shtrireve të gjitha, dhe e treta duke patur edhe një trashëgimi politike familjare, jo vetëm nga Turi, po dhe nga gjithë pjesa tjetër e familjes, si thua prekua të dëshirën e njerëzve në atë nivel që ndonjëherë themi njëri nga ne. Pra në politikën shqiptare shpesh krijohen, domethënë, disa distanca, domethënë të natyrës ex cathedra, pra ne nga lart dhe ju nga poshtë. Dhe sigurisht që ky ishte një shembull që u delegua dhe ju dha
do të thoja një leksion që u dha drejtuesve të Partisë Demokratike në qendër, një lloj siç ndodhi me rastin e Ali Mehmetit, një lloj siç ndodhi me rastin e zonjës Tabaku, një lloj siç ndodhi me rastin e zotit Kalaja në Fushkruj, edhe shumë raste tjera që ende ne nuk i kemi mundur t'i përpunojmë ose t'i nxjerrim nga statistikat zgjedhore. Pra, ka qenë ajo që njerëzit, edhe pse në fillesat e tyre, kanë filluar ta kundërshtojnë kryetarokracinë. Dhe këto janë format ose mënyrat të cilët ata shprehin hapësirën e tyre, pra kur ju lejet njerëzve dore lirë gjithnjë fillojnë dhe zgjedhin. Kështu që dhe në rastin konkret, tani sfida në këte e tutje nuk është e votuesit, e mbështetësve, tani sfida këte e tutje është e Fidelit, sfida këte e tutje është e Zbonjës Spaho, apo dhe gjithë të tjerve, për t'i përfaqësuar ata dënësisht aty ku kanë shkuar, jo thjesht dhe vetëm në nivel lokal, por në gjitha ato nivelet që parashtruam më përpara. Ndërkohë në listat e hapura të Partisë Demokratike, një emër që ishte ndoshta dhe vetë surprizë për shkak të numrit të konsiderueshëm të votave që mori nga në Devol, ishte Jorida Mazeliu. Ajo arriti të siguroj 4.652 vota dhe 894 vota nga diaspora, duke u renditur në fakt madje edhe një vend më lart se vet Edmond Spau, një figurë e njohur e Partisë Demokratike. Ndjekim insertin për ta njohur Joritën e pastaj rikthehemi për diskutuar dhe për këtë emër. Jorida Mazeliu! Mjekja stomatologe Jorida Mazeliu, antare Partisë Demokratike Dega Devol, pjesë e listës së hapur në zgjedhjet parlamentare 2025, arriti të siguroj 4.652 vota brenda vendit dhe 894 vota nga diaspora, duke lënë pas emra të njohura me kontribute në vite në këtë parti, si ish deputeti Edmond Spaho, që këtë vit nuk arriti të siguroj një vend në parlamentin shqiptar. Nuk ishte një emër i lakuar për vërtetës të paktën... Eliona, është ajo që Nardje Preku është zona ku punon. Përveç një figure të pa konsumuar, është edhe zona ku punon. Ishte besuar të punonte në Devol e vetme. Në bashkinë e Devolit e vetme, me mbështetjen sigurisht të deputetit dhe ish kryetarit të bashkisë të Devolit, zotit Bledion Albati, pati mbështetjen ati, punoi në atë bashki dhe normalisht votat e saj ishin vota të paçara në atë bashki. Ndërkohë që në qoftë se do të kalojmë në bashkinë e Korçës, kishim disa kandidatë që punonin këtu. Ishte Kristiano Kocibelli, ishte Fidel Kreka, ishte Andrea Manu. Është edhe Kocibelli është një surprizë shumë e mirë. Sigurisht, edhe Kristiano Kocibelli arriti të garoj deri në fund me Fidelin dhe ishin i dyti. I dyti, është renditur i dyti me 5.213 vota. Dhe ishin shumë afër njëri tjetrit deri në numurimin e 10 kutive të fundit të Korçës. Në ato 10 kutit e fundit, Fideli, sepse për shkak edhe të transmetimit maraton që i kemi bërë, që nuk është hera e parë tashmë që e bën, po i bëj po i jap një background, po i kaloj disi 6 teme, por që është e rëndësishme ta themi. Radio Televizioni Shqiptar ka marrë edhe vlerësimin për shkak të mbulimit që i ka bërë zgjedhjeve, fushatës zgjedhore të balancuar, kohës që u ka dhënë partive politike dhe forcave të vogla, ka marrë një vlerësim nga OSB Odiri, i cili është i treti radhazi në qoftë se nuk gaboj, pra në 3 zgjedhjet, 2 parlamentare dhe 1 lokale, Radio Televizioni Shqiptar ka marrë vlerësim nga vëzhguesit e OSB Odirit, por edhe nga mbikëqyrja mediatike e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për saktësinë që ka patur dhe panshmërinë. Madje në raportin e OSB Odirit është theksuar se rrjeti Radio Televizionit Shqiptar ka qenë i vetmi që ju ka dhënë një kohë të caktuar edhe forcave të vogla politike, sepse në ekranet të tjera koha e tyre ka qenë fare e papërfillshme. Kështu që edhe për shkak të ndjekjes që i kemi bërë Eriona, mund të them se gara ka qenë e fortë deri në fund të kutive, deri në kutit e fundit, pra numurimin e votave të fundit. Atje duket se Fidel Kreka ka marrë besimin e më shumë votuesve nga Partia Demokratike dhe ka pasur atë shkëputjen e diferencuar disi nga Kristiano Kocibelli, por edhe gara që ka bërë Kristiano Kocibelli është me të vërtet për të vlerësuar. Janë 2 figura që janë të pakonsumuara. Ku do ta çojë Jorida Mazeliun ky pozicion i mirë, të themi, brenda strukturave të PD-s?
Sërish rikthejmë të ajo që është pjesa bazike, që është thelbi, është bazamenti. Edhe rastin e Zotit Koçibelli, kemi përsëri një qasje lokale dhe një traditë familjare. Pra, ajo që ne ndeshim si element kryesor ose edhe në rastin e zonjës që thamë në Devoll, është i njëjti problem. Pra, kemi nxjerrë disa figura të cilat po i përgatisim për të ardhmen e partisë, apo jemi në përzgjedhje rastësore për arsye rastësore. Ky është një problem shumë i madh. Tani, kemi një zonjë e cila ka bërë një do thoya një qasje shumë pozitive në mundësitë e veta dhe në raport me angazhimin e vetë më parshëm. Atëherë çfarë do ndodh me këta individ? Do të bëjmë gati kandidatin për kryetar të bashkisë të zonës? Pra si do të punohet, se ky është problemi që shtrohet dhe që partitë politike e anashkalojnë dhe prandaj kemi dhe këtë bjerje, sepse folën për gjitha, por le t'ju themi edhe teleshikuesve që na ndjekin në moment, kemi pjesëmarrje shumë të ulët në këto zgjedhje. Me gjithë ndihmën e diasporës në thonjza, me zor shkuar më 1.600.000 votues. Pra do të thotë që në Shqipëri nga rreth 1.800.000 që votuan në 13-ën, kemi zbritur gati në 1.400.000, pra janë rreth 400.000 njerëz të cilët nuk votojnë, që mund të kenë ikur një pjesë e tyre, po një pjesë e tyre janë këtu dhe refuzuan të shkojnë. Edhe Partia Socialiste ka një rënje të numrit të votuesve nga votuesit që jetonin në vend në raport me zgjedhjet e mëparshme. Pra bjerja është e madhe dhe partitë politike nuk duhet mendojnë si dhe thjesht vetëm të marrin pushtetin e radhës, por kanë detyrim edhe kushtetues, por edhe moral, për fshirjen e njerëzve dhe që të sillin për fshirjen duhet të ndërtojnë rregulla loje, duhet të ndërtojnë sisteme të tilla. Dhe në rastin konkret, kjo është pyetje për të cilën vlen të diskutohet dhe mund ta lëmë temë të një diskutimi tjetër. Çfarë do të ndodhë me këta të rinj? Çfarë do të ndodhë me Fidelin apo me Besën apo me tjerë që do të shkojnë në parlament dhe do të jenë thjesht pjesë kalimtare apo do të konsolidohen si përfaqësues, sepse po shikojmë shumë lëvizje brenda një mandati. Sigurisht nuk mund pretendojmë që të rinë dhe nga 10 mandate, se pastaj kemi kaluar te sofistikimi, por çështja qëndron që për hir të vërtetës, në një mandat në 2 vitet e para nuk merr vesh se ç'a ndodh. Në 2 vitet e dyta fillon dhe kupton se për ç'a je aty. A nuk e di nëse mund të flasim dhe të themi të njëjtën gjë edhe për avokatin Çomo, i cili ka pasur një mbështetje shumë të madhe në Pogradec. Në fakt, nga ajo që kam ulëmtuar për avokatin Bledi Çomo, duket që shumë vite më parë ai ka qenë një nga ndihmësit ish deputetit Fatmir Xhafa, deputeti Pogradecit, një eksperiencë në fushën e avokatisë, nga ana tjetër një mbështetës i fortë edhe brenda asamblesë. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Bledi Çomo, jurist, avokat me një eksperiencë të gjatë në fushën e avokatisë. Ish nënkryetari i Bashkisë Pogradec dhe sekretari i përgjithshëm në Këshillin e Qarkut Korç, ka drejtuar Partinë Socialiste me shumë sukses në Pogradec. Ka kandiduar në vitin 2021 dhe ka mundur të sigurojë rreth 6.000 vota. Është mi votuari në Asamblenë Socialiste të Qarkut të Korçës. Çomo arriti të sigurojë në zgjedhjet e 2025-s 9.478 vota, duke u renditur kështu i dyti pas Ilirian Pëndavinjit në listën e hapur të Partisë Socialiste për Qarkun e Korçës dhe 1.754 vota nga mbështetësit e tij në diasporë, duke e bërë kështu të sigurt vendin e tij në Parlamentin shqiptar. Bledi Çomo, besoj është një emër i ri që do t'i bashkohet tashmë Parlamentit shqiptar, po e pritshme? Po me thënë të drejtën nuk është se e njoh kaq shumë Pogradecin ose Bashkinë e Pogradecit, e kam të dëgjuar nga aktiviteti i tij, ka qenë domethënë një figurë e Partisë Socialiste, në mos gaboj ka qenë kandidat për deputet edhe në zgjedhjet e 2021-shin, dhe besoj që këto janë ato që ndryshe quhen rrugtime ose meritokracia e lëvizjeve brenda një subjekti politik,
çka besoj që i ka dhënë atij edhe suksesin. Pra, angazhim jo thjesht dhe vetëm në periudhën e zgjedhjeve, por dhe më pasaj duhet këtë vjuar lidhjet ose le të themi dëshirën e tij për të qenë pjesë e kuvendit. Dhe ky është ai problemi që sërish dua ta ngrej, sepse nuk është thjesht të bëjmë konstatimin. Të paktën ne na keni thirrur që të japim diçka ose të bëjmë zbërthim të situatave. Si do të vazhdohet? Do të vazhdohet me figura lokale apo do të vazhdohet me figura apo do të vijohet me figura edhe të karakterit përgjithshëm kombëtar që atë deputetin e Korçës do ta njohë edhe ai në Sarandë, edhe ai në Shkodër, po flas që para se të shkojë aty. Nëse do të vazhdojmë me këto preferencat lokale gjitha, do ndërtojmë strukturën që t'u japim këtu njerëzve mundësinë që të jenë të njohur dhe të pranuar nga opinioni publik, pastaj për të votuar kjo është çështje preference apo dhe qasje bindesh politike. Pra ka shumë probleme dhe shumë çështje të cilat na detyrojnë të jemi skeptik me çfarë do të sjellën nesërmja, sepse e thash, kemi patur një përfaqësim shumë më të fuqishëm në konceptin profesional dhe angazhimit qytetar dhe po kalojmë tashmë në personazhe ose në personalitete lokale të njohura nga strukturat, por jo të njohura nga komunitetet. Nuk është se e quaj diçka të gabuar detyrimisht dhe nuk ju ul fare vlerën personazheve, mos e keq kuptojmë këtë, por ka të bëjë me qasjen. Sepse një angazhim qytetar të jep një përvojë të caktuar që ditën që do shkosh në parlament do të dish se çfarë do të kërkosh. Pra nuk është ajo, domethënë, parlamenti nuk mund të jetë mësimore. Llazi, folëm pak momente më parë për një konsum politik. Po këtë nuk mund ta themi dot për Ilir Pendavinjin, sepse mundi të fitojë 10.133 vota dhe të renditeshe i pari në listën e hapur Partisë Socialiste. Mbase në rastin e Ilir Pendavinjit është ajo që Nardi po e thot shpesh, është mbështetja e strukturave. Strukturat kanë pasur mbështetje më të madhe karshi doktorit të Partisë Socialiste, Ilir Pendavinjit, i cili ka mandatin e disat këtë që ka siguruar në këto zgjedhje, zgjedhjet e 11 majit, ndërkohë që për të ndalur edhe pak tek Bledi Çomo, mund të themi që është deputet i ri si deputet, por jo i ri nga kontributi që ka në Partinë Socialiste të degës së Pogradecit, pasi ka një kontribut të gjerë, ka qenë më i votuar në asamblen e Partisë Socialiste për zonën e Korçës dhe ka pasur një bashki e cila, nëse do të marrim duke sikur pritej mbështetja e votuesve, ka pasur një territor të tillë dhe të mos harrojmë, Partia Socialiste në Pogradec, në bashkinë e Pogradecit ka marrë 14.000 vota, që në momentin e parë ku u numëruan votat e subjekteve politike, u bën një listim para prak dhe Bledi Çomoja, për mendimin tim, në një analizë të shkurtër që kam bërë, e kishte mandatin e sigur, sepse në 14.000 vota nga Bashkia e Pogradecit ishin 90% votat e veta. Ashtu si në Partinë Demokratike dhe Partia Socialiste ka pasur sërish të njëjtën ndarje. Një në Devoll, një në Bashkinë e Pogradecit dhe 3 apo 4 në Korçë që luftonin dhe ndanin votat e majta, apo votat e djatha. Pogradeci ka patur 2. Ka pasur dhe një djalë të dal nga nga platforma deputeti që duan, por që nuk ishte një rrezik potencial për ta lënë Bledi Çomon pa mandat. Kështu që për mendimin tim avokati e kishte të marrë mandatin që në momentin kur përfundoi numërimi i votave të subjekteve politike. Edhe zonja Aleolli rikthehet sërish në parlament me mbështetjen edhe kjo të strukturave të brendshme të partisë. Ishte pjesë e listës së mbyllur. Kjo i siguroi vendin nëse ajo do të ishte në listën e hapur, si e parashikoni mbështetjen e zonjës Aleolli. Nuk mund të flasim hipotetikisht sepse të dy përfaqësuesit e listës së mbyllur, pra si zonja Aleolli, si zotin Albati në Devoll, u konsumuan në favor të përfaqësuesve të tjerë, pra nuk kërkuan vot personale. Dhe asnjëherë nuk mund të flasim se çfarë do të ndodhte nëse do të ishin në garë, sepse mund të ishte aty pjesë integrale e kuotës gjinore, mund të ishte aty si fituese vërtet, është spekulim shumë i madh bërë një parashikim të kësaj natyre. Mirë, pavarësisht gjithçka që u tha në këtë studio, Partia Socialiste në qarkun e Korçës mundi të marrë 57.213 vota kundrejt Partisë Demokratike që arriti të fitojë 36.406 vota. Unë ju falenderoj pa diasporën, sepse me diasporën nëse do të llogaritim
Partia Socialiste mundi të marrë nga diaspora 10.976 vota, ndërsa Partia Demokratike, ose ndryshe se folim gjithkohës për Partinë Demokratike, por në fakt bëshe fjalë për koalicionin Aleanca për Shqipëri Madhështore, arriti të marrë 3.388 vota. Jo, në fakt tham të drejtën, se s'kishte Aleanca ishte formale, nuk ishte në teren. Zoti Jolli, të falenderoj shumë për prezencën, falenderoj për analizën, gjithmonë kënaqësi t'ju kem në studio dhe ju mirëpres gjithmonë. Aleatët nuk e kanë ndihmuar Partinë Demokratike, të thoshte zoti Jolli, më nuk është se ndihmuar, nuk janë votat, nuk kanë qenë në terren dhe nuk i kanë duhet të qëndrojmë edhe 60 minuta të tjera shtuar votat e Partisë Demokratike. Lazi të uroj suksese në vim. Faleminderit. Dhe të uroj në fakt shumë suksese edhe për gjithë punën e palodhur që ke bërë që në fillim të fushatës e deri në numërimin e votave të fundit. Faleminderit, por ka pasur një grup të jashtëzakonshëm me ju dhe me vajzat e tjera që pa kontributin e gjithë se cili nuk do t'ja arrinim. Kështu që urime dhe faleminderit që më bët pjesë të këtij emisioni sot. Ishim së bashku në pak nga të gjitha në këtë analizë post-zgjedhore. Ju falenderoj që edhe këtë mbrëmje të sejntes ju vendosët të qëndroni në shoqërinë e ekranit të Radio Televizionit të Korçës.